Rreth 30 shqiptar janë në kërkim ndërkombëtar për grabitje që kanë kryer brenda territorit të Shqipërisë, nga grabitësit brenda aeroportit ndërkombëtar të Rinasit e grabitja në Qafkashar dhe deri tek Babagjyshët janë emrat më të njohur të cilët kërkohen nga drejtësia shqiptare. Mes emrave më të përfolur që kërkohen nga Interpoli është Alex Pepa, i cilësuar si koka e grabitjes brenda Rinasit, ku u vodhën rreth 1 milion euro dhe që dyshohet se fshihet në Rumani. Por edhe Klement Sale është një për personave që qelluan drejt dy blindave në grabitjen e 9 shkurtit të këtij viti dhe ku morën rreth 3.2 milion dollar. Ndër personat më të kërkuar janë edhe Fatmir Pjetri, Mark Shpendi e Dritan Kola, tre prej babagjyshve në grabitjen e ndodhur në dhjetor të 2013. 4 persona të maskuar si babagjysh kanë marrë një sasi të madhe floriri në një argjendari brenda një qendre tregtare. Dyshohet se do të fshihen në një prej vendeve të Europës. Lista e personave të kërkuar në të gjithë botën vijon edhe me emrat si Petrit Ndoci, i cili ishte kthyer në tmerrin e karburanteve në vitin 2010 për shkak se kishte grabitur disa prej tyre. Gjithashtu edhe Elton Sako, i cili në vitin 2012 duke terrorizuar një vajzë të mitur, grabiti një banesë në Tiranë. Pjesa e listës së personave që kërkohen nga Interpoli janë dhe grupi cilësuar si Akmarrja për drejtësi, si Altin Arapi, Orik Shyti, Roland Shyti e të tjerë. Por këta të fundit janë shpallur të pafajshëm pak ditë më parë nga gjykata e lartë, por ende në Interpol emrat e tyre figurojnë si të kërkuar nga drejtësia shqiptare për grabitje e vrasje. Nga grabitjet me thikë te grabitjet që kanë përfunduar në vrasje, të gjithë këta persona janë në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia shqiptare, ndërkohë që një pjesë e bashkëpunëtorëve të tyre janë arrestuar, ende disa prej grabitësve vijojnë të jenë të lirë.